Himara qel zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2026. E gjithë shëtitorja në Potam është gjallëruar me një sër aktivitetesh. Organizimet nisën me një maraton vrapimi. Më pas, për të pranishmit, u ekspozuan kostume e veshje popullore të rajonit jugor. Nuk munguan sportet në ujë, ndërsa kjo atmosferë festive do ta shoqërojë Himarën deri të dielën. Ka aktivitetet cilat do të organizohen në det, ka aktivitetet që do të organizohen në rër, ka aktivitetet që do të organizohen në tokë. Një mori aktivitetesh për të kulmuar pastaj çdo darkë me koncerte të këngëtarëve të ndryshëm që edhe këtu kemi zgjedhur një numër të madh këngëtarësh që do performojnë në Himar. Turistët kanë nisur të vinë në masë që në muajin mars në Himar, ndërsa pritshmëritë janë të larta për këtë sezon turistik. Sipas kryebashkiakut Vangel Tavo, këtë vit pritet të ketë rreth 30% më shumë vizitorë krahasuar me 2025-ën. Fakti që filloi një muaj gjysmë më parë dhe nga kontaktet që kam dhe nga operatorët turistik, nga operatorët akomodus në fakt hotelerit, edhe nëntori më thonë që është pothuajse i rezervuar në shumicën e hoteleve të Himarës, që ka tregon që do të kemi dhe një zgjatje të sezonit turistik. Fokusi është tek përmirësimi i shërbimeve, ndërsa veç investimeve në infrastrukturë, një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit, po japin edhe investimet nga privati. Në Himar, kohët e fundit janë ndërtuar hotele me 5 hyje, brende të ndryshme ndërkombëtare, çka do të shpresoj shumë shpejt arrim që Himara të kalojë në një nivel tjetër turizmi, në një turizëm elitar, ashtu sikur se është edhe objektivi i qeverisë dhe i bashkisë së Himarës, por ashtu sikur se edhe në fakt e meriton Himara që të jetë një margaritar real në rivjerën shqiptare dhe në gjithë Mesdheun. Në 2025-ën, Himara u vizitua nga rreth 220.000 turistë.